Atëherë dashur, është sot 17 nëntori që shënon ditën ndërkombëtare të studentëve dhe për biseduar mbi këtë ditë, mbi gjithçka ndoshta që pritet nga ata që mungon apo kërkesat, nevojat të ardhmen e tyre, kam të ftuar sot në emision me shumë kënaqësi studentin Ideal Selmani. Përshëndetje Ideal, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje Artemisa, shfryzoj rastin që t'i përshëndes të gjithë teleshikuesit, të cilët tani momentalisht po na ndjekin. Veçanërisht dua t'i përshëndes të gjithë bashkëmoshatarët e mi, bashkëstudiuesit e mi, studentët. Së pari juve faleminderit shumë për ftesën, atë cilën në këtë ditë të rëndësishme me të shënuarin e 17 nëntorit, ditës ndërkombëtare të studentëve, keni vendosur që të merrni një iniciativë edhe të keni të ftuar një student aktual për t'i trajtuar çështjet të cilat i rrethojnë të gjithë studentët, por unë uroj që kjo mos të jetë dita e vetme e vitit, të cilës i kushtohet vëmendje për studentët, por kjo të jetë 365 ditët e vitit, jetë 17 nëntor. Ke shumë të drejtë, faktikisht urojmë edhe ne që më shumë t'ju përkushtohemi pak studentëve, edhe po ashtu nevojave, rolit të tyre në shoqëri dhe gjithçka. Dhe pikërisht doja të fillonim nga kjo pikë, si qëndron sot roli i studentëve në shoqërinë tonë dhe çfarë pritet nga ata? Duke qenë se me veç zhvillimin e shoqërisë, kemi hasur në ndryshime të shumta gjatë historisë njerëzore. Gjithashtu edhe me zhvillimin e rolit studentor, zhvillimin e universiteteve, kuadrit arsimor, vetë ka ndryshuar edhe roli i studentëve. Duke qenë se jemi të vetëdijshëm se në të kaluarën roli i studentit ka qenë ndoshta do të kisha thënë më i pakt, tani me zhvillimin e teknologjisë dhe me zhvillimin e dinamizmit jetësor, pritshmëritë për studentët janë shumë të mëdha, bashkarisht me gjithë këto mundësi të cilat ne i posedojmë dhe është pikpyetje se a jemi duke i shfryzuar mjaft shumë të gjithë këto mundësi të cilat studentët i kanë. Kur themi arritur pritshmëritë, çfarë më saktësisht mendojmë? Po siç thash, me zhvillimin e kësaj dinamike jetësore dhe me zhvillimin e teknologjisë, do të kisha thënë që ushtrohet një farë presioni psiqik ndoshta mbi studentët nga brezat e mëparshëm të cilët kanë kryer shkollimin në pamundësi të këtyre mjeteve teknologjike të cilat studentët e sodit i posedojnë. Pra, bota në ditët e sodit, pra veçanërisht studentët, kërkohet që të kenë një CV të stërmbushur, pra me arritjet e tyre personale, sepse jemi shumë të vetëdijshëm se në ditët e sodit kjo gjë është bërë më e lehtë. E gjithë kjo ngarkesë, gjithë kjo kërkesë, gjithë kjo pritshmëri si reflektohet sot tek ju? Po varet veçanërisht prej individit apo studentit, do të kisha me thënë, ka mjaft studentë të cilët këtë presion e ushtrojnë në mënyrë pozitive, kjo ndikon pozitivisht. Para të shumë rëndësishme varësisht prej studentit, sepse ne gjithmonë e themi presioni krijohet, diamantat krijohen në presion të madh. Edhe ndoshta do të kisha reflektuar pozitivisht mbi këtë çështje për në mënyrë optimiste që ky presion të sjellë rezultate të mira dhe pozitive për studentët. Po flasim që kërkohet shumë, por gjithsesi jep sistemi apo përgjithësi bota mbrapsht aq sa duhet tek studentët? Padyshim që kërkohet shumë dhe kjo kërkesë e shumt unë e shoh si pozitive, për arsye që do të krijohen rezultate të mira. Çështja tjetër është pastaj se a ofrohet aq sa kërkohet. Nuk do të kisha më thënë se shteti në të cilin jetojmë ndoshta është më i keqi, por në krahasim me vendet më të zhvilluara të botës, jemi të informuar se ndoshta nuk e zë edhe vendet e para. Ndoshta kjo është arsyeja pse dhe fatkeqësisht studentët janë të pamotivuar për të zhvilluar studimet pas arsimit të mesëm. Edhe është negative për arsye që ata nuk kanë mundësi punësimi dhe kjo është një gjë themelore si rezultat i asaj që kërkohet shumë punës palodhshme të studentëve. Çfarë do duhej bërë më shumë në këtë drejtim? Qoftë motivimi për të vazhduar tutje pas arsimimit të mesëm, po edhe në drejtimin e hapjes së vendeve të punës apo të paktën që gjithsecili të gjejë veten e tij. Shumë bukur e thatë se kthimi i kësaj përgjigje se çfarë duhet bëhet, mendoj se është shumë e rëndësishme dhe themeltare për ofrimit të zgjidhjeve të problemi parësor, primar, të cilat studentët ballafaqojnë. Një gjë shumë e rëndësishme që mendoj e cila duhet bëhet është ekspozimi i mundësive të punës apo ndryshe mundësive praktike të studentëve. Pse? Për arsye që teoretikisht jemi të informuar që studentët pra e kryjnë një punë të madhe studiuese. Edhe pastaj pas studimeve për t'ju bashkangjitur gjithë kësaj pjese teorike, mendoj që është e nevojshme puna praktike. Pra nga ana e universiteteve, pra fakulteteve të ndryshme, drejtimeve të ndryshme të ofrohen mundësi
praktike, edhe pse do të thotë është që e rëndësishme se ajo praktika i zhvillon edhe aftësitë studiuese të studentit pastaj për ta parë në praktikë atë të cilën e studion, jo vetëm si teori. Para se të kalojmë tek pjesa se sa faktikisht ne jemi të njohur me praktikën, sepse me teorinë në përgjithësi me gjenerata kemi mësuar kryesisht në teori, dua të di pak sa mendojmë që jemi, apo sa mendoni ju që ndoshta informohen saktësisht nxënësit arsimimit të mesëm për të vazhduar tutje për të gjitha opsionet që ju ofrohen, qoftë në universitete, qoftë mundësi punësimi, domethënë sa faktikisht janë të informuar mbi këto dhe sa janë të hapur ndaj këtyre opsioneve. Po mendoj se mënyra më e mirë e informimit nga nxënësit e shkollave të arsimit të mesëm është marrja e shembullit nga studentët, pra bashkëmoshatarët e atyre të cilët pra janë aktualisht duke i zhvilluar studimet. Edhe pra ndoshta do të kisha më thënë kjo është arsyeja pse, siç e përmendëm më parë, studentët janë të pamotivuar në vazhdimin e studimeve, duke i parë shembujt konkret shokët dhe shoqët e tyre, se ndoshta sa të pamotivuar janë në zhvillimin e mundësive të studimit. Jo gjithmonë pse i përmendëm vetëm anët negative, por është e rëndësishme gjithmonë të shohim anët pozitive. Edhe pse i përmendëm anët negative, ekzistojnë mjaft anë pozitive të cilat duhen të ceken. Ekzistojnë dhe posedojmë shumë universitete cilësore, shqiptare në këtë shtet, të cilat meritojnë meritat e tyre. Unë personalisht jam student i Universitetit të Evropës Juglindore, respektivisht në fakultetin juridik, dhe jam të jetëmosur i kënaqur nga zhvillimi i teknologjisë, pra ecja e universitetit me teknologjinë bashkëkohore, si dhe stafin akademik, i cili është shumë e rëndësishme për studentët, të cilët kërkojnë, se kemi studentë të cilët janë kërkues dhe kjo është pa marrë parasysh se sa janë kërkues është diçka shumë e mirë nga ona e studentëve, dhe gjithashtu kemi edhe mbështetje emocionale që në periudhat më të mëparshme nuk ka qenë aktuale, mendoj. Brezat e mëparshme nuk e kanë pas këtë mbështetje emocionale të cilën studentët e sodit e kanë. Edhe ndoshta për këtë arsye është zhvilluar kjo terminologji të cilët ne ballafaqohemi në ditën e sodit, edhe për këtë arsye ndoshta më parë unë mendoj që studentët kanë qenë më aktivistë, parasysh që nuk e kanë pasur këtë mbështetje emocionale të cilën studentët e sodit e kanë. Më thënë thua sot e gëzojmë mbështetjen emocionale, që është lajm shumë i mirë që ndëgjojmë. Si e shohim këtë mbështetje emocionale, në çfarë forma? Po e shohim në formën që të gjithë brezat apo të gjithë gjeneratet e mëparshme syti kanë nga ne. Pra me thekse veçantë do të kisha thënë neve na jepet liria të shprehurit, gjë që nuk ka qenë diçka shumë e zakonshme para disa viteve. Përveç mbështetjes emocionale ne gëzojmë edhe staf akademik shumë profesional, gjë që unë e shoh si student i cili jam në Universitetin e Evropës Juglindore, për këtë arsye do të kisha pas dëshira dhe t'i përshëndes edhe dy profesorët e mi në lëndët juridike, të cilët më ligjerojnë, profesor Samir Mehmetin edhe profesor Blerton Sinani, të cilën na kanë ofruar një mbështetje profesionale për të gjitha problematika që studentëve ju brengosin. Për arsye që është një ndryshim mjaft radikal prej kalimit në mësime, pra në arsimin e mesëm në studime. Edhe pse janë të ngjashme mësimi me studime, janë gjithashtu edhe rrënjësisht të kundërta. E vërtet, një periudhë jetësore, ndryshim ambienti, ndryshim presioni, le të flasim, sepse presioni definitivisht rritet, edhe po ashtu pritet nga ju që të filloni këtë rrugtimin e ri në jetë, që tesni tutje dhe zgjedhni ato secili karrierën e tij. Thuaj që ndoshta se ka munguar kjo mbështetje emocionale, ka pasur dhe nevojë ndoshta për aktivizëm më të madh, apo jo? Si e shohim sot aktivizmin e studentëve? Nuk flasim gjithmonë në kontekst negativ, mund të flasim edhe për gjëra pozitive, po thjesht përfshirjen e tyre në komunitet, në aktivitete të ndryshme dhe po ashtu edhe në debate, pse jo? Po pikërisht kjo mbështetje emocionale apo ofrimi të gjithë kushteve të cilat ne i posedojnë e ka bërë më të zbet aktivizmin e studentëve në për të gjithë ato të cilat i përmendëm, debate të ndryshme, protesta të ndryshme, ngritje të ndryshme, për arsye që unë do të kisha më thonë kemi mjaft shumë. Vetë dita ndërkombëtare e studentëve është realizuar në pamundësi të gjërave të ndryshme. Për shembull, në vitin 1939 në Çekoslovaki, për herë të parë studentët e ngritin zërin kundër pushtetit nacist, dhe me këta ata arrin që të realizojnë komplet një sistem politik. Pastaj kanë qenë të privuar nga liria, të burgosur, edhe për këtë arsye gjithë këto kriengritje janë zhvilluar në pamundësi të ndryshme.
Sot në ditët e sotit, duke qenë se i kemi të gjitha kushtet, mendoj se është zbehur kjo. Për arsye që janë shfaqur disa problematika tjera, me paraqitjen e rrjeteve sociale, ekraneve domethënë të ndryshme. Kemi studentë të cilët mendoj që vuajnë nga probleme antisociale. Për arsye që nga zhvillimi i inteligjencës artificiale, online learning, pra kthimi i përgjigjeve pas ekranit e ka bërë këtë të pamundur qasja në debate publike, sepse ja u ka lehtësuar studentëve përgjigjen pas telefonit, më thonë pas ekranit. Edhe pse edhe kjo i ka të mirat e veta, menoj që problemi rrënjësor është mbi atë se vuajnë nga këto komplekse, do të kisha më thonë, dhe për këtë arsye mendoj që universitetet duhet të zhvillojnë mënyrën e të përgjigjurit gojarisht. Për t'i shmangur këto probleme në të cilat e gjithë gjenerata në përgjithësi, do të kisha më thonë, pa sikur në ndonjë rast konkret vuajnë nga kjo problematik rrënjësore, të cilën jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por është prezente në mbar botën. Në mbar botën, po. Domethënë mendon se janë këto temat pikërisht që duhet i trajtojnë, domethënë studentët me studentët apo edhe me gjërësisht komunitetin. Parlamentet studentore, unionet studentore të jenë më gjithëpërfshirëse. Do të thotë jo vetëm një numër të limituar të studentëve, pra të përfshi një numër më të madh të tyre. Po flasim sepse po përmendim vazhdimisht rrjetet sociale, teknologjinë, si kanë ndikuar në përgjithësi tek jeta studentore e sotshme. Po, paraqitja e internetit, pra është një problem i cili trajtohet tash vite me radh, por edhe më shumë në zhvillimin e saj kohëve të fundit, pra siç e di me inteligjencën artificiale, sa e ka bërë të lehtë, gjithashtu e ka bërë edhe të vështirë zhvillimin e procesit edukativo arsimor, pra procesit të studimit, duke qenë se kemi shumë lehtë qasje në informacione të shumta, të cilat ndoshta para disa viteve do të kishin me qenë shumë të vështira për të pasur qasje në to, edhe mendoj që studimet janë vetë ai procesi i hulumtimit të problematikave të cilat i brengosin studentët. E shfrytëzojmë ne sa duhet këto mundësi që na kanë ardhur? Kjo është pyetje shumë e vend, të cilën edhe ne studentët shpesh herë kemi trajtuar me profesorët e tanë. Mendoj që tash pyetja nuk duhet të shtrohet se a e përdorim inteligjencën artificiale, po mendoj se duhet të tregojmë haptazi, pra secili prej nesh mendoj që e përdorim inteligjencën artificiale, por e kemi sigur do të kisha më thonë dikun në një skut të cilën vetëm me raste e përmendim të cilën e përdorim. Po e këshillojmë. Sepse je student i drejtësisë, pak a shumë si ndikon në jetën tënde studentore inteligjencë artificiale apo teknologjia? Po profesorët shpesh na thonë dhe na motivojnë që mos ta përdorim inteligjencën artificiale me paramendimin që nuk jep përgjigje të sakta, por unë dhe shoh si ide të mirë, si ide progresive, të cilat na ka ardhur si një mundësi pozitive për ta përdorur, por padyshim që libri nuk duhet të anashkalohet dhe kjo po ndodh, fatkeqësisht po ndodh, pra libri anashkalohet. Jemi të informuar se shumë studentë arrin që ta mbarojnë fakultetin pa pasur ndonjë kontakt, ndoshta as pak do të kisha më thonë, me librin, sepse vetë procesi i kalimit ndoshta prej telefonit, pra në rrjete sociale, në libër është mjaft i vështirë, pra të cilët unë vetë personalisht, po do të kisha më thonë edhe në përgjithësi të gjithë studentët ballafaqohen. Pra kalimi prej kushtimisht e them prej TikTokut ndoshta në libër është mjaft i rëndë, sepse studimet vetë tregojnë se të gjitha këto rrjete sociale janë të krijuar për të mbajtur vëmendjen e individit për një kohë të shkurtë. Edhe pastaj ta marrim për shembull në një ligjërat një orë, niveli i koncentrimit të studentëve është shumë i paktë. Studimet bashkëkohore tregojnë se niveli i koncentrimit në ditët e sotit është 20 minuta maksimum, gjë që është zbehur, gjë që ka ardhur më pak duke vazhduar në vijim. Po mendon se ndoshta edhe kjo forma apo mënyrë të ligjëruarit sadopak duhet të i përshtatet apo adaptohet kohërave moderne që kanë ardhur? Po ndoshta mënyra e ligjëruarit apo studentët ndoshta duhet që t'i përshtatin kësaj mënyrës së ligjëruarit, edhe pse është e vështirë, sepse rrethi në të cilin jetojmë ka bërë që në mënyrë të patitërsueshme pra profesorët ti ambientohen sistemit arsimor të ndryshëm, pra me paraqitjen e videove të ndryshme, gjë që janë pozitive, slajdeve të ndryshme, pra me mos përdorje së teknologjisë informative. Dua të pyes edhe sa i përket jo vetëm inteligjencës artificiale, por në përgjithësi sepse informacione kemi sa të duam momentin që hapim një telefon apo një laptop, edhe interneti na ofron domethënë gjithçka, shumë studime, shumë research, domethënë shumë shkrimet nga më të ndryshmet. Sa jemi të informuar sa duhet, si
të dallojmë ndoshta atë çfarë është e vërtet nga ajo që nuk është dhe çfarë ndoshta në rastin e juaj duhet të përdorni gjatë studimeve apo jo. Shumë pyetje me Apo vend kujt të referoheni dhe kujt jo. Këtë trajnim e kemi trajtuar me profesorin ton të teknologjisë informative në universitet, nga e cila i na përshëndetën një pyetje shumë të bukur në të cilën na pyeti se sa përqind e informatave mendoni se janë pozitive në internet dhe sa përqind mendoni që janë domethënë e kundërta. Përgjigjja e studentëve do të kisha më thënë ishte gjithmonë 50-50. Por fatkeqësisht kjo dëshmoj të kundërtën. 95% e informatave të cilat janë në internet janë jo të duhura, jo pozitive, domethënë janë negative. Edhe për atë është shumë e vështirë gjetja e informacioneve të duhura, pra dallimi prej informacioneve të rëndësishme me ato të cilat janë të pavërteta apo të panevojshme për studentët. 95% është një numër goxha i rastësisht. Po. Si e shohim të ardhmen e universiteteve apo mënyrën së studimeve? Me asamin, unë gjithë një flasë, do më thonë duke filluar për universitetin në cilin aktualisht studioj, kam informata që Universiteti i Evropës Juglindore i është përshtatur teknologjive bashkëore tysh prej krijimit të tij. Pra dhe kjo është gjithë një pozitive, për arsye që ai është në ecuri me trend teknologjike të cilat ndodhin dhe mendoj se kjo duhet të realizohet nga të gjitha universitetet. Për arsye që sa përmendëm ndoshta më shumë veti negative nga teknologjia sa ato pozitive, por mendoj se gjithnjë është në të mirën e studentëve dhe në të mirën e gjeneratave të ardhshme. Dhe çfarë aftësish mendojnë që do duaj studentët të kultivonin që për të ardhmen, që po vjen? Po si student, i cili jam në marrëdhënie pune dhe shumë studentë të tjerë të cilët janë në marrëdhënie pune, pra prej gjetjes së punëve të ndryshme, një skill ne që i thomi apo aftësi në që të gjithë e shënojnë është mësimi i shpejt. Pra kjo është shumë e rëndësishme që të mësojmë shpejt, sepse teknologjia në ditët e sodit jemi të vetëdijshëm që po ecën me një trend shumë të shpejt. Dhe është e rëndësishme që studentët, pra personat, individët, dhe du të kisha me thonë jo vetëm studentët, duke filluar prej arsimit parashkollor, du me thonë, në arsimin fillor, në arsimin e mesëm, deri në fakultetet të ndryshme, mendoj që është aftësi shumë e rëndësishme për të mësuar shpejt, edhe për të qenë në trend me të gjitha këto ndodhi të cilat po ndodhin në raport me teknologjinë në ditën e sodit. Mirë që e përmende, vetë jemi në marrëdhënie pune, besoj edhe shumë e shumë studentë të tjerë, është realiteti i plot studentëve, dhe si ndikon kjo në jetën studentore, domethënë dhe sa ndoshta edhe duhet të tregohemi të kuptueshëm ndaj këtyre studentëve. Unë jam i atij mendimi që marrëdhëniet e punës ndikojnë vetëm se pozitivisht në procesin e studimeve. Siç thash, duke qenë se edhe vetë personalisht jam në marrëdhënie pune dhe shoh një lehtësim, do të kisha më thonë. Edhe pse janë gjithmonë prezente ato se lodhja ndoshta nga puna e bën më të lodhshme edhe procesin e studimit, por unë e shoh si diçka pozitive sepse nuk është se dallon shumë edhe vetë procesi i realizimit të punës me realizimin e studimeve, duhet të ndahet veçanërisht kohë për të shkuar në punë apo për të kryer aktivitetin e punës, gjithashtu duhet të ndahet kohë edhe për realizimin e studimeve dhe këto mendoj se janë të ngjashme. Për këtë arsye ndikojnë shumë pozitivisht, do të kisha më thonë, edhe në realizimin e studimit. Edhe vetë rastet e shumta jemi të vetëdijshëm të cilat tregojnë se studentët që janë në marrëdhënie pune kanë korrur rezultate shumë pozitive sepse ata prej atyre të më thonë që nuk janë në marrëdhënie pune. Me që dhe po i afrohemi fundit dalë, dua di pak nëse ka ndonjë gjë që ti si student do doje që ta kishim ndryshe apo ta ndryshoje rrënjësisht apo në thelb në sistemin tonë arsimor dhe po ashtu çfarë do ju thoje të gjithë studentëve apo bashkëfoshatarëve që po na ndjekin? Thash, ndoshta më e rëndësishme është për rezultate më të mira të studentëve të kemi qasje pra ekspozim në marrëdhënie pune praktike nga ana e shtetit. Edhe kjo benoj që rrënjësisht do të ndryshon rezultatet e studentëve, pra kur t'i shohin problemet të cilat ata i studiojnë teoretikisht të përballen me ato praktikisht. Tjetra pasaj që është, siç thash, është ajo për të përgjigjur gojarisht, për të përgjigjur drejt për drejt, fytyrë më fytyrë me profesorin. Edhe këshilla, siç thatë shumë bukur e përmendet, është këshilla të cilat unë e cila ja jap së pari vetës, duke qenë se dhe vetë jam student, këshilla është që pavarësisht rrethanave dhe mundësive që na rrethojnë në këtë shtet, të mos dëshpërohemi. Pra të vazhdojmë me studime, të vazhdojmë me arritje të ndryshme, pra me inovacione, sepse shteti ynë pa marrë parasysh se sa atribute ndoshta negative do të kisha me thënë i përmendëm. Shteti ynë është ai i cili ju jep mundësi inovacioneve dhe ndryshimeve të ndryshme.
Pra të mos dorëzohen, të mos demotivohen, të vazhdojnë të studiojnë pa marrë parasysh rrethonave, se siç tham, brezat e mëparshëm janë ata që i kanë syt nga rinia, syt nga studentët. Edhe ne t'ja u dëshmojmë të gjitha ato pritshmërit duke korrur suksese dhe rezultate të ndryshme me të gjithë këto mundësi që i kemi, edhe të vazhdojmë të shërbejmë edhe të prodhojmë për vendin tonë, pra të mos largohemi. Shumë bukur e tha dhe të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi tjesë me mua. Vërtet në si gjithmonë bisedat kur bisedoj me të rinj të tillë të përgatitur dhe me plot suksese, dhe uroj që i takohemi sërish për të tjera diskutime. Padyshim, faleminderit shumë për juve. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes dhe për sot, duke ju uruar të gjithë studentëve ditën ndërkombëtare të tyre. Unë ju përshëndes dhe për sot për t'u parë sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.